Progresi i Maqedonisë së Veriut në reformat kyçe për antarësim në BE mbetet I pamjaftueshëm, thuhet mes tjerash në raportin e hartuar nga raportuesi I Parlamentit Evropian për Maqedoninë, eurodeputeti Thomas White. Dokumenti kritikon ngecjen në sundimin e ligjit, reformat në gjyqësor dhe luftën kundër korrupsionit, polarizimin politik dhe mungesën e bashkëpunimit ndërpartijak. Pavarësisht disa zhvillimeve pozitive, progresi në agjendën e reformave të BE-s në fushat kyçe si sundimi I ligjit, reforma gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit ka mbetur I pamjaftueshëm. Avancimi I reformave në sundimin e ligjit është vetëm thelbësor për t'u afruar antarësimit në BE. Është gjithashtu thelbësor për forcimin e institucioneve demokratike, që u shërbejnë në mënyrë efektive të gjithë qytetarëve, ka thënë mes tjerash Thomas White. Eurodeputeti kërkon në mënyrë urgjente të arrihet vullnet politik për miratimin e ndryshimeve kushtetuese dhe rikthimin e besimit të qytetarëve në institucione. Ekziston gjithashtu një nevojë urgjente për një vullnet më të madh politik për të kapërcyer bllokimin aktual që rrethon miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Në një kohë ndryshimesh të thella gjeopolitike, Europa duhet të qëndrojë bashkuar. Draft raporti nënvizon nevojën për liri të mediave, luftën kundër dezinformatave dhe përfshirjen më të madhe të shoqërisë civile në reforma. Përveç vërejtjeve, shënon edhe përparime në ligjin për energjetik dhe zhvillimin e korridoreve 8 dhe 10, por kërkohen investime të reja infrastrukturore dhe harmonizimin e legjislacionit mjedisor. Po ashtu, vlerëson përshtatshmërinë e Maqedonisë me politikën e jashtme të BE-s dhe rolin konstruktiv të saj në rajon.